Sipërfaqet e plazheve publike në Vlorë janë zgjeruar me 3 fish në të mirë të publikut. Kështu është shprehur gjatë një interviste për Blu Televizion, inxhinieri pranë drejtorisë së menaxhimit të aseteve dhe pronave publike në Bashkinë e Vlorës. Ndërsa nga 98 subjektet tashmë të aprovuara, prioritet kanë kryesisht hotelet apo subjektet që kanë dhoma pushimi dhe ndodhen pranë bregut të detit. Plazhet publike si vjet, siç e dim dhe me ndryshimin e VKM-s që është bërë në tetor të vitit 2024, sipërfaqja e tyre është shtuar, është zgjeruar, po themi pothuajse 3 fish. Dhe situata në Vlorë është e tillë që dhe në ndarjen e parë që është bërë në hartat e para që janë dorëzuar tek Agjencia e Bregdetit dhe Ministria e Turizmit, dhe tani aktualisht që po flasim, nga Akërnia deri në Orikum, që është jurisdiksioni i Bashkisë së Vlorës, 82% e plazheve janë publike, janë në funksion të qytetarëve, ndërsa pjesa tjetër e ngelur janë me kontrata 5 vjeçare, 4 vjeçare dhe 3 vjeçare, të cilat aprovohen fillimisht nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe më pas vinë në Bashkinë Vlorë që të bëhen procedurat e tjera derisa të mbyllet. Aktualisht, nga 98 subjekte të miratuara, vetëm 32 prej tyre kanë marrë kontratat, ndërsa priten në vijimsi dhe kontratat e tjera. Pikërisht për kontratat e ardhura, topografët e bashkisë kanë nisur përcaktimin e parcelave. Po, sipas VKM-s që është bërë si vjet përsëri, është e përcaktuar qartësisht që në momentin që kontratat do të firmosen edhe nga Bashkia Vlorë, atëherë të gjithë topografët e Bashkisë Vlorë sipas zonave të përcaktuara do dalin dhe të bëjnë piketimet e parcelave. Aktualisht në Agjencia Kombëtare e Bregdetit kanë ardhur 32 kontrata në Bashkinë Vlorë, të cilat janë firmosur dhe janë piketuar në terren. Kemi ende në pritje të kontratave të tjera që presim të vinë nga Ministria e Turizmit dhe nga Agjencia e Bregdetit. Neve kemi bërë email zyrtar dhe shkres me anë të kryetarit të bashkisë disa ditë më parë Agjencisë së Bregdetit për përshpejtimin e procedurave, që kontratat të vinë sa më shpejt tek ne, duke qenë se edhe sezoni turistik ka filluar. Kemi marrë një përgjigje nga ata që janë duke i përshpejtuar procedurat, jemi në pritje, nuk kemi një afat fiks përfundimtar të na thonë që deri në këtë datë do vinë gjitha kontratat të mbyllura. Por a do të ketë përplasje mes kontratave disa vjeçare për strukturat e shërbimit pranë plazheve dhe ligjit të ri për hotelet? Kontratat 5 vjeçare janë të përcaktuara, kanë qenë të përcaktuara që në vitin 2021 dhe nuk është se ka përplasje me kontratat e reja që janë aprovuar këtë vit. Vendet janë të përcaktuara si për ata që janë me kontrata 5 vjeçare dhe për kontratat e reja 1 vjeçare apo 5 vjeçare që janë dhënë këtë vit nga Agjencia e Bregdetit. Nga Akërnia deri në Orikum, vjet kanë qenë 214 kontrata plazhi. Si vjet janë 96 kontrata të miratuara nga Agjencia e Bregdetit, edhe pse neve tashmë na kanë ardhur vetëm 32 aktualisht. Raporti që duhet të ruaj sipas VKM-s ishte 30% me 70% në favor të plazhit privat. Në Vlorë është e kundërta, kemi 82% janë në favor të plazhit publik. Dhe pjesa më e madhe janë plazhe publike dhe në pjesën e Orikumit, dhe në pjesën e plazhit të ri, dhe në pjesën e Akërnisë, Dalani i cili u shtua si vjet për herë të parë dhe plazhi i vjetër është sipërfaqe gjigande publike. Sipas zyrës së aseteve në Bashkinë e Vlorës, bashkia do të menaxhojë këtë sezon turistik 4 plazhe publike, ku një parcel zotron 2000 metra, në Orikum, plazhin e ri, plazhin tek Marina dhe plazhin e vjetër.